Juli Emiri. Mirëmbrëma. Tani që po ju shoh nga këtu që keni duket pamje fantastike këtu. Unë sot, 35 vite më parë, në 24 janar 1991, kam lindur. Do thoni ju ç'lidhje ka kjo. Doja t'ju rishpia në ato ditë midis 8 dhjetorit 1990 dhe 20 shkurtit 1991, po në këtë shesh, po në këtë Shqipëri, në një qytet që zijente, që gumzhinte, që zhurmonte nga hapat tuaja që nuk ndaleshin, derisa vluan arritën pikën e vlimit me 20 shkurt. I mbani mend ato ditë, e mbani mend si keni qenë, çfarë keni menduar, çfarë i thoshit njëri tjetrit. Ju ato ditë keni qenë të gjithë me fytyra të lodhura, të vrara, të veshur gati të gjithë një lloj, po ato ditë ishit të gjithë individualitete, se ishit të gjithë njerëz që kërkonit lirinë. Ato ditë ju as që e mendoni që një ditë dikur do të quheshit heronj, sepse ato ditë ishit bashk. Ato ditë ju nuk e dinit që po shkruanit historinë, sepse vepronit, nuk mendonit asnjë çast. Dhe unë sot dua t'ju bëj një pyetje. Po turp nuk ju vjen? Po rrëzohet kështu diktatura? Si na rrëzut kështu diktaturën me kaq zhurmë, kështu me vrap aty si idiot gjithë aty duke vrapu, duke dalë në shesh? Si u rrëzoka diktatura kështu? Shkon në robi, merr një doktoratur, diplomohet, lahet, vishet, vesh kollare, vesh kostum, ulet në një studio televizive, hap një program televiziv, jep mendim, jep mend, mbledh analistët aty që të diskutojnë tani hajde si ta rrëzojmë diktaturën. Që të flasin në emër të popullit. Do thoni ju populli jemi ne? Jo, nuk dini gjë ju, e din ata se çfarë mendon populli. Populli nuk frymëzohet, nuk arrin, po, komunizmi i keq ka qenë, po populli nuk arrin të gjej frymëzimin. Ore si gjetët frymëzimin atëherë në vitet 90-91? Jam shumë kurioze. Na e thoni mama, na e thoni t'ja gjejmë frymëzimin, t'ja japim këtyre sot që nuk na frymëzohen me gjitha çfarë ndodhi në këtë vend, me gjitha vjedhjet e vrasjet e çast ndodh, nuk frymëzohen kurrë më. Na thoni më t'ja themi atyre analistëve, ore t'ju japin mend që t'ju thonë juve me çat frymëzoheni. Me vërtet, si keni jetuar ju atëherë pa analist njëherë, unë s'arrit ta kuptoj. Si keni jetuar dhe si keni dalë në rrugë pa ju thënë analistët në darkë se çfarë duhet bënit dhe çfarë duhet vepronit dhe çfarë duhet hanit. Do thoni ju ne nuk kemi të ham, e din analistët atë puna keni as keni të ham. E din analistët që paguhen nga Rama, se e dini besoj që ato analistët që dalin televizion e paguhen, nuk dalin kot aty darkë për darkë si ju dhimbseni ju. Nga kush paguhen? Nga Rama paguhen, se Rama ka aq shumë lek sa ti paguaj dhe nuk mund dot me argument, mund vetëm me analist paguar që ju thonë juve se çfarë duhet bëni. Po mirë, po ato ambasadat, si shkuat i pushtuat ashtu pa pik turpi, me atë si njerëz primitiv dhe nuk pritët çfarë do thonit ambasadorët, çfarë do thotë ambasadori gjerman, çfarë do thotë ambasadori italian, si duhet vepronit ju, çfarë do thotë Amerika, si shkuat ashtu si derrin thes aty. Nuk pritët çfarë do postonte ambasadori në Facebook. Do thoni ju, atëherë nuk ishte Facebook, të prisni sa të hapej Facebooku, të prisni të shikoni çfarë do postonte ambasadori, pastaj të reagonit. Si qen ka kjo? Diktaturat në çdo vend, unë nuk e di, domethënë, diktaturat në çdo vend bien me etik, bien me qytetari. Shkuani tan Ceaușescut, ju lutem shumë zotëri, hikni nga qeverisja, nuk duam, më duan të ndrojmë qeverisin me shumë qytetari, Ceaușescu iku, i dëgjoj, bën mirë kuptim, i dha dorën, asnjë ç'shkëll dhung, kështu që jeni kështu kaq njerëz primitiv, shkuat na rrëzuat diktaturën kot, shkuat aty me 20 shkurt lap nam aty, tu zën me policët aty si njerëz, nuk e di domethënë ç'a qytetarie. Po ç'a bëni kështu? Babi im i pari, unë isha një fosh, duke pirë gjirin e nënës, gati asnjë muaj s'kisha mbushur, babi si idiot aty duke luftuar, duke të rrequr zvarr shtatoren. Po ç'a bëni kështu më? Po si na rrëzuat diktaturën kështu? Po do ishim rahat sot, nuk do ishte rrëzuar diktatura, madje me këtë mendësi nuk do ishte rrëzuar, nuk do kishim dal kundër as për Androis Osmane, nuk do kishim Shqipëri fare, më do ishim rahat. Shkut në hapët punë dhe në hapët shumë punë, se
Ajo shtatorja që keni tërhequr zvarr me 20 shkurt 1991, ju nuk e dinit, po atë zhurmë shtatore që vazhdon të dëgjohet dhe sot e kësaj dite, derisa diktatori të tërhiqet zvarr i gjallë dhe jo në bronz, e dëgjonte një fosh që po thithte gjirin e nënës teksa babai saj ishte në shesh. Ajo fosh sot është 35 vjeç. Ajo fosh është demokracia. Faleminderit. Vlezër dhe motra, a e kemi të mundur t'i ndezim dritat e telefonave për të parë se sa shumë jemi? Është pamje fantastike. Kur nuk ka qenë bulevardi mbushur si sonte. I ndezim dhe tregojmë sa jemi. Madje këtë, e shpjegon edhe insertin e vijën. Momente në podium, kreun e departamentit Brain Gay në Partinë Demokratike, zotin Tedi Kopniku. Të dashur njerëz lirë të vendit, zoti i nderuar zoti Berisha, të nderuar përfaqësues të partive opozitare, zonja dhe zotni. Është neri madh për me fol para gjithë këtyre njerëzve. Mitana, sepse është pjesa më e shnetshme e shoqënisë. Përpara atyne që nuk dorëzuan lirinë për asnjë lloj çmimit, përpara atyne që qëndruan dhe nuk u nënshtruan. Një thirrje kam për burrat e gratë ndershëm këtij vendit. Unë di që Shqipnia është e Gjergj Kastriotit, e Nan Terez, është Shqipnia e Ismail Qemalit, e Mithat Frashit, e Ahmet Zogut, është Shqipnia e Gjergj Fisht, Hafzin Els, e Musin e Kokalarit dhe Jub Kazazit. Si mundën burrat e Shqipënisë mos më reagu kur shohin që Shqipnia është në dorë ekskluzivisht të Taulant Balc edhe të Ergys Agasit? Si mundën zonjat e ndershme këtij vendit mos më reagu kur shohin që Shqipnia është në dorën e Belinda Ballukut dhe të Liza Spiropalit? Historia e këtij vendit është akoma pa shkruar. Kjo çmendori shumë shpejt ka me marrë fund. E kur regjimi shemet, historia ka me ju gjyku. Sidomos ju intelektual të heshtën në këtij vendit. Boshllëku që ju keni lënë, mushet çdo natë nga pseudo-intelektual si puna e Toni Gogu, Idajet Beqiri, që na e mushin mendën se ne jena mirë, jena shumë mirë. E kur nuk ja dalin dot në ngradën tuaj intelektualit të lëshuar me qira, i thonë që është edhe më keq nëse vjen Partia Demokratike në pushtet. Në emrin tuaj thonë që jena njësoj me ta. Si mundena me kenë njësoj ne që fut me bandat në burg, bandat e 97, me ata që i futen në parlament dhe e drejtojnë shtetin me ta? Si mundena me kenë njësoj ne që lidh me çdo shqiptar, çdo fshat, çdo komunë, çdo qytet, me rrugë, lidh me çdo shqiptar këtij vendit me shërbimin shëndetësor, me arsimin dhe i dha me mundësinë për zhvillim ekonomik? Si mundena me kenë njësoj ne me ata që dëbunen 1.1 milion shqiptar? Si doja shpjegoni pasardhësve tuaj të nderuar intelektual këtë heshtje dhe këtë dakordsi me një band e cila tentoi me zhbash Shqipërinë? Ne kena arrit në pikën më të ulët të përgjegjshmërisë të shtetarëve tonë. Asnjë llogarilanie.
dje në kohën e zotit Berisha dhe të Partisë Demokratike, ishte akti ma normal, dorëheqja vetëm nëse një ministër u dyshote që kishte pas shkelje. Sot ne kena hajdut nga ma të tjerë zakonshmit, të fillu tek kryetari i Bashkisë Shkodrës, i cili si pa shkollë kërkohte 300.000 euro, ndërkohë që studentat e Harvardit merrshin 500.000 euro. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministra e superbugjeteve, që brenda nate villte 50 milion euro. Të gjithë vazhdojnë detyrën, vazhdojnë punën, madje edhe në remote, si Linda e Akshit, që punën e bën nga shtëpia, sepse është në rreth shtëpie. Kjo marrëzi ka me marrë fund se s'ban një ditë. E ky fund ka me ardhë vetëm nëse ne i bëjmë pyetjen vetit cila është përgjegjësia jonë. Secili ka pjesën e tij në misionin historik për kërzimin e kësaj qeverie antishqiptare. Nuk duhet presim me noll diçka e madhe. Ndryshimi ka me noll vetëm si bashkim i sakrificave dhe i veprimeve secilit prej nesh. Nuk do të vijë as nga ndërkombëtarët, nuk do të vijë as nga drejtësia, por nga njerëzit e lirë të këtij vendit, do të vijë nga ti demokrat.